Ky libër quhet The Albanian Files. Është një nga botimet më të rëndësishme që kanë dalë në vitet e fundit në dritën e skenës së arkitekturës dhe zhvillimit urban në Europë dhe në botë. Është një botim i ri i kohëve të fundit dhe ka brenda punët, projektet, idetë, shënimet e 60 arkitektëve dhe studiove me një reputacion të padiskutueshëm ndërkombëtar, të cilat i lidh së bashku në gjithë faqet e librit Shqipëria. Tani, nuk duhet flas për librin, por duhet flas për një inkuzicion që ka nisur libri me librin. Një inkuzicion që buron nga fruma e bulevardit, ku protesta e filluar për natyrën ka krijuar shumë degë të tjera dhe një nga degët është pikërisht dega inkuzicionale, e cila përmbut në thonjza natyrisht, por jo sepse nuk përmbut, por sepse përmbut në kuptimin me fjalë, me akuza, me shpifje. Një nga gjërat dhe një nga grupet më të rëndësishme që i kanë ndodhur dhe që janë qasur Shqipërisë së këtyre viteve, por dhe historisë së Shqipërisë. Njerëz të cilët thash e kanë bërë emrin dhe historinë e tyre në skenën e arkitekturës botërore dhe që janë mbledhur pavarësisht nga njëri tjetri në Shqipëri, siç mbledhur dikur në New York në vitet 30, duke dhënë kontribute të cilat ndër të tjera do të bëjnë që ky vend dhe vazhdo e djemt e këtij vendi, arkitekte, urbaniste, nesër të nxjerrin nga gjiri i tyre ndonjë emër apo më shumë se një emër, shqiptari apo shqiptare që do të shkëlqejnë në skenën e botës, sepse në ndërkohë këtu në Shqipëri, në kryeqytet dhe jo vetëm, ne kemi universitetin më të madh dhe më prestigjos në qell të hapur të arkitekturës dhe zhvillimit urban, ku të gjithë profesionistët e rinj shqiptar janë të atashuar pranë këtyre studiove dhe punojnë së bashku dhe mësojnë për tyre dhe zhvillojnë talentin, dijen, rrisin, pa diskutim ekspertizën e tyre fal këtij bashkëpunimi. Tani The Albanian Files është vendosur në shënjesë nga inkuzicioni se s'mund ta quaj dot intelektual, se nuk është intelektual, por nga inkuzicioni revolucionar i protestës, ndërkohë që nuk është një libër dhe nuk është një botim i kontrolluar prej meje. Unë thjesht kam dhënë aty një kontribut me një tekst parathënës. Një tekst parathënës që është patjetër krenari që unë si kryeminist i Shqipërisë të isha i ftuar ta shkruaja dhe që së bashku me gjithë këtë armat arkitektësh dhe profesionistësh të jashtëzakonshëm, të cilët janë pedagogë në universitetet më të mira të botës ndër të tjera, të cilët thirren për të bërë konferenca mbi arkitekturën për të rerat, për të rinj, për të interesuar dhe paguan saqime e kokës në vende të tjera, dhe ka ardhur si një projekt ideal tërësisht i pavarur, është konceptuar, është kuruar nga Aneke Abellak dhe siç thash janë kontribute të studieve që
punojnë në Shqipëri 2 dekade e fundit. 2 dekade. Është diçka fenomenale. Patjetër që ka gjëra të diskutueshme, patjetër që ka gjëra të debatueshme, të kritikueshme, çfarë të doni, por që ti qepesh një botim të tillë. Njësoj si ti ishte koha e revolucionit kulturor kines. Dhe mbi të gjitha pastaj të kapesh me një tekst i cili është një tekst auto-ironik i një arkitekti që përfaqëson një ndër studieve më të mëdha në historinë e arkitekturës bashkëkohore, studiin OMA, të themeluar edhe të udhëhequr nga legjendari Rem Koolhaas. Ky është kulmi. Ky është kulmi. E para që ky tekst i vën aty, i cili në mënyrë auto-ironike është një letër drejtuar meje, e cila natyrisht është një letër që mos më ka ardhur, dhe s'kishte as se pse të më vinte, është shënim në dosjen e arkitektit, ku më thot pse duhet bërë rëzjedhje, ti mund bësh mbret dhe të bësh ato që bënin mbretërit për arkitekturën e tjera, çështje dilemash edhe problematika që s'kan lidhje fare me një thirrje reale për të bërë mbret. Është kthyer poshtë. Por tregon që në fakt njëftësisht i lirë, i pa kontrolluar, të gjithë autorët, të gjithë pjesëmarrësit kanë pasur paraqësi plot në dosjen e tyre, kanë zgjedhur vetë projektet, kanë vënë tekstet, kanë caktuar reflektimet, dhe materialet që kanë dashur të publikojnë, dhe është një parim që shprehet qartë që në luet librit, ku editoria e thotë se autonomia e autorëve është ruajtur qëllimisht gjatë gjithë procesit editorial. Dhe përfshirja e letrës hapur të René de Graaf është një dëshmi e kësaj autonomie. Letra është pjesë e dosjes personale të autorit, edhe vetë files, dosjet, është një referencë ironike e një Shqipërie që vjen nga një kohë dosjesh, ndërkohë që këtu dosjet janë të hapura për publikun. Ai e ka vendosur aty, s'ka as redaktim, s'ka as censur, dhe po t'ishte një botim propagandistik apo i kontrolluar politikisht, ky tekst nuk do mbete aty mbase. Unë as nuk e kam parë, as nuk më ka ardhur, as nuk ka shkuar më ta kërkoj, ta shoh përpara librin se sa të botoj. Dhe çfarë na thot në të vërtetë letra e René de Graafit është se spari duhet njohur autori. Ai nuk është vetëm një arkitekt i njohur ndërkombëtarisht, është autor i librave dhe esesh mbi marrëdhënien mes arkitekturës, pushtetit, kapitalit, politikës. Ka një stil botërisht të njohur, ironik, satirik, paradoksal, hiperbolik, mjeta që ai përdor në punën e tij, por nuk janë deklarata politike lineare. Dhe ai shkruan po kështu në një mënyrë për Londrën, Dubai, në Rusinë, Bashkimin Sovjetik, Bashkimin Evropian, Kinën, njëri i lirë. Dhe edhe një herë e gjithë kjo thohet në nga shumë tekstet e akuzës inkuzicionale që po më bërë mua nga gjithë lloji personazhesh